Pra, kjo është ajo që diplomacia sërbe e ka quajtur si një fitore, kur dihet që njeriu i cili drejton politikën shqiptare tashmë nuk përfaqëson gjë tjetër veçse një klientelist të zakonshëm, ordiner, dua të them, një njeri që mendon që politika e jashtme është në formën e qokave dhe jo të një kuptimi dhe një strategjie që ka lidhje me politikat, strategjin afatgjatë të vendit, po edhe interesat kombëtare. Dhe pikërisht ky grupim njerëzish që drejtojnë politikën në Shqipëri, të cilët kanë bërë koncesione tashmë me kohë në favor të Serbisë, siç ka qenë bashkëpunimi në projekte të ndryshme për ndryshimin e kufive, për Ballkanin e hapur, kemi parë një Ramet i cili i ka bërë presione të hapura Kosovës të çedojë në çështjen e asociacionit komunave sërbe, duke paraqitur edhe vetë projektin për to, ka deklaruar në shtypin ndërkombëtar që veriu i Kosovës është toke askujt, ka justifikuar Serbinë për mosvendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë, pra është një njeri që është në funksion të politikave nacionaliste sërbe brenda një projekti që ne me drejt kemi dyshimet tona që ai është në një vazhdimsi të një projekti më të thellë, më të gjerë, si një back channel, do me thënë, për në qoftë se nuk realizon edhe ka të pamundur me standardet e respektimit të shtetit ligjor në Shqipëri dhe funksionimit të demokracisë, për të bashkëpunuar afatgjatë me regjimin e Vučićit në Ballkan. Megjithatë, nga ana tjetër, pse e bën Serbia këtë gjë? A vlen ky parimi vlen parimi që nëse unë të lë ty një konsullat, tu dua dhe unë një konsullat diku këty, pse në Shkodër, pse jo në Durrës për shembull, se nëse u kthehemi këtyre simboleve të pretendimeve territoriale që kanë qenë më përpara dhe që vetëm fuqitë e mëdha i ndaluan ato pastaj, ndërkohë që Shqipëria shpallte pavarësinë në ato vite ka qenë Malizi, rrethoi Shkodrën, Serbia ishte në Durrës ndërkohë. Keni drejt, kjo është parimi i reciprocitetit. Hapja një konsullate, sigurisht Serbia ka vendosur kushtet e saj. Nuk e ka dhënë në Prevez, po e ka dhënë në Bujanovsk, ku mendon që është qytet me shumicë serbe. Do më thënë, ata kanë gjithmonë paraluajnë interesat e tyre atje ku i intereson. Edhe neve mund t'i kishim dhënë një qytet tjetër, jo Shkodrën, një qytet kur ai ka edhe popullsi më të madhe. Do të them që vetëm nga vitet e fundit, nëpërmjet Ballkanit të